Tashmë jemi në kretë në fund të negocimit, po synojmë që brenda ditës me përmbyll dhe me caktu dhe vlerën e subvencionit dhe me njëherë me nisë ekzekutimi i pagesave që prindrit t'i kanë këto ditë deri në nisjen e mësimit të martën, kohë të mjaftueshme për t'i blerë tekstet dhe materialet shkollore. Çka do të thotë me prindërit që i kanë libra tashmë për shkak që shkollat vetë i kanë publikuar edhe listën edhe katalogjet me cilat libra kanë punuar për vitet e ardhshme? Ne ishim duke i negociuar çmimet me shtëpitë botuese dhe në atë moment dolën në shitje librat. Kjo shkelje nuk bën kështu, sepse nuk kishte përfunduar as negocimi, as përcaktimi i çmimeve, as vlera e subvencionit. Dhe për ata, ne do t'i drejtohemi organeve përgjegjëse, sepse ata prindë duhet kompenzohen nga ata që e kanë bërë këtë shkelje. Ne tashmë fokusin e kemi të kjo fazë ku jemi, duhet ta përfundojmë negocimin, vlerën ta caktojmë të subvencionimit dhe të bëhen transferet shumë shpejt në mënyrë që prindrit në këto ditë e mbetura, pra 4-5 ditë deri në nisjen e vitit shkollor, të kenë kohë të mjaftueshme që bashkë me fëmijët e tyre t'i blejnë tekstet dhe materialet. A mendoni se do të nisë ky shtator më parë? Të gjitha përgatitjet janë në atë drejtim. Sot ishim edhe në këtë diskutimin e zyrës kombëtare të auditimit, ku edhe policia konfirmoi që e ka përgatitur planin operativ, këtë që e bën çdo vit, që viti të nisë mbar, me siguri, me tekste shkollore, me material shkollor dhe me të gjitha përgatitjet e nevojshme që të na shkojnë mbar gjithë. Po, faktikisht në takim edhe përmet edhe kurikulen në cilin proces është tashmë me qenë se kemi e dim që nga janari kanë filluar edhe punimet, pak më vonë në fakt në kur ministria na ka theshën edhe detyrë. A na tregoni në cilën fazë të punimit dhe çka konkretisht do të bëjë? Procesi më i rëndësishëm aktualisht që po zhvillohet në Ministrinë e Arsimit është hartimi i strategjisë së re shtetërore të arsimit për 10 vitet e ardhshme. Dhe në këtë drejtim kemi zhvilluar disa tryeza, takime, konsultime me të gjithë, nga komunat, DK-at, deri te sindikata e arsimit, Këshilli i Prindërve, universitetet dhe gjithë aktorët e arsimit. Synojmë ta kemi një dokument udhëheqës mbi cilin dakordohemi bashkërisht si vizioni ynë i ardhshëm për përshpejtimin e reformës në arsim. Dhe çështja e kurrikulave duhet të dakordohet aty. Pra në parim e kemi një koncept fillestar se si duhet ndryshoj, mirë po ka vendime të tjera shumë të rëndësishme që duhet marrim në strategji. Sa për ilustrim, ne tashmë jemi duke diskutuar me të gjithë nëse duhet të bëhet standard kombëtar çështja e mësimit tërditor, sepse dini disa komuna veç kanë nisë vetëm me zbatu. Dhe nëse është ky dakordim dhe vendosim në strategji standardin që të gjitha shkollat 9-vjeçare të bëhen me mësim tërditor, kjo imponon një kurrikul komplet të re që duhet të hartohet nga fillimi. Pra, po e shfrytëzojmë këtë moment, këtë mobilizim të thosha, këtë dialog shoqëror mes gjithë aktorëve të arsimit për ta parapa 10-vjeçarin e ardhshëm të zhvillimit të arsimit dhe në kuadër të asaj edhe vendimet e tjera që do të kenë ndikim aty, përfshi dhe kurrikulet.